Situata e prurjeve është kritike. Lumi Vjosa ka arritur ndjeshëm prurjet gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit. Aktualisht jemi në kuotat 7 deri në 7,5 metra në urën e Mifolit. Është problem fakti që vazhdojnë rreshjet në qarkun e Gjirokastrës dhe qarkun e Vlorës. Shushica është një nga elementet që shton prurjet në Lumi Vjosa, duket edhe nga pamja dhe nga rrëmbimi dhe nga rrozat që bie. Strukturat përkatëse janë njoftuar, janë duke monitoruar situatën në terren, strukturat e bordit të kullimit, bashkia firë me strukturat e emergjencave civile, me drejtoritë e vete përkatëse, janë marrë gjitha masat për të njoftuar komunitetin, blegtorët dhe gjithë njësitë ekonomike dhe tregtare që operojnë përgjatë rrjedhës së Lumit Vjosa. Cilat janë pikat më të nxehta, më kritike? Pikat më të nxehta janë fshatrat Kashish, Qerven, Ferras, larg qoftë dhe në daljen e saj pasive pastaj që rrezikojnë gjithë pjesa krahasuar me muajin nëntor, me përmbytjet e muajit nëntor, si paraqitet? Pothuajse jemi në të njëjtat pika prurjesh, jemi ende disi më poshtë kuotës që kishim gjatë muajit nëntor, por që do të jetë tregues dhe do të jetë evident fakti i rreshjeve dhe i prurjeve që do të regjistrohen në urën e Memalije, që ne i referojmë edhe si një dhënë bazë për situatën që ndodhet më poshtë. Ka përmbytura ujë, prezencë ujë në banesa? Në banesa nuk ka prezencë ujë, nuk kemi domethënë sipërfaqe të banesave me prezencë ujë, mund të ketë prezencë ujë në tokat bujqësore për brenda argjinaturës në lumit Vjos, në fshatin Qerven, që është një zonë problematike që njihet historikisht. Nga lumi Semër si është gjendja? Nuk ka problematika për momentin, lumi Semër dhe Shkumbin janë në kuota normale. Faleminderit.